Ajo është një këngëtare shumë e veçantë. Ani pse nuk është shumë e madhe në moshë, më duket sikur gjenerata ime jemi rritur me këngët e saj, të cilat janë hitë të padiskutueshme. Zonja dhe zotrin, Soni Malaj. Soni, shumë faleminderit që je bashkë me neve në studio, është kënaqësi e madhe të takohemi. Kënaqësi shumë e madhe Ke një simpati shumë madhe prej publikut kosovar, besoj e ndjen këtë. Faleminderit. Po, e ndjen dhe falenderoj shumë se kanë qenë një përkrahje shumë e madhe në gjithë këto vite karrierë. Dhe kur jemi të Kosova, kur filluan ndoshta këto lidhje edhe emocionale me Kosovën për juve? Unë jam e lindur dhe fëmirin në Tropoj, do me thënë që jam Alsi e Gjakovës, kështu që më afër se që mund të ndi ju në Kosovën që jam edhe veriut, nuk ka. Pastaj lidhja shumë e madhe është krijuar pasi unë fillova karrierën si soliste në Kosovë, sepse përkrahje më të madhe ma ka dhënë Kosova në ato momente, pasi unë u shkëputa nga grupi, jo u shkëputa, po grupi Spirit Voice, pop bandi i viteve 90, u shpërbë, unë fillova karrierën si soliste. Dhe mirë bëre. Po, tjetër se nuk do t'a lija. Dhe kam pasur përkrahje të jashtëzakonshme nga publiku këtu, edhe ne jemi një, sigurisht, edhe unë asnjëherë nuk e kam darë, gjithmonë jam ndjerë si në shtëpi. Por përveç familjes, kush tjetër t'a dha këtë stabilitetin edhe emocional, duke qenë se ju e thatë më herët, i pate shkëputjet e tua, ashtu si që pate nevojë. Shko, neve në këtë jetë vim vetëm. Dhe sa do që kemi njerëz të afërt, vendimet më të rëndësishme ne do i marrim vetë. Unë shkëputjen e kam bërë për një arsye madhore, për të bërë nën, dhe nuk kam dashur që të jem një artiste në të 40-at pa pasur fëmijë. Sepse gjëja më e bukur që Zoti na ka dhënë neve femrave është të riprodhohemi, të bëhemi nëna, sepse të jesh nënë e kupton domethënë se sa forcë pas ke pasur brenda vetes. Me thënë drejtën, kam thënë edhe unë pas kam i tukot deri tash. Kështu që unë jam në një moment që jam shumë e përmbushur. Është nevojë e cila vjen natyrshëm te të gjitha gratë, më duket. Ndonë se te dikush më herët dhe dikush më vonë, por është diçka të cilën e ndjen secila për ta pasur. Unë jam me fat. Nuk e di se jemi bërë tash të kemi fëmijë me fat, se shohim gjyshet tona nga 7 nga 8 kanë ato të mijat. Po sot me jetën që ka ardhur, ndoshta duhet të thënë që unë jam me fat. Dhe do ndalemi sigurisht tek kjo pjesa shumë e fat e juaja, sigurisht tek vajza, por do të qëndrojmë njerë tek fëmiria juaj. Sepse gjatë kësaj bisede, thash edhe më herët, ndalemi në për etapat të ndryshme kohore, kështu që si ka qenë fëminia juaj, Soni? Si e kujton fëminin tënde? Unë, si që përmenda dhe më parë dhe publiku i gjerë tashmë e di, unë kam lindur në Tropoj, një vend shumë i bukur, që më ka dhënë shumë dashuri, kam marrë shumë dashuri, një natyrë e mrekullueshme, që na ka kalitur me atë të ftohtin me borën. Kam pasur shoqëri atje, një ambient i mrekullueshëm, të luash në borë nuk ka gjë më të mirë. Kam edhe dashurinë për artin, pse jo kam marrë atje, kam pasur një mësuese Mimoza ka qenë ajo, e ka pasur një bjonde shumë e bukur, edhe më mësonte pianon, pastaj edhe festivalet atje, dhe pastaj në fillim, diku nga shkurti 92-shit, ne u zhvendosëm pastaj familjarisht në Tiranë, vite shumë të vështira për shkak të tranzicionit politik në Shqipëri. Nuk është se unë mund të vazhdoja pianon, pauzova, pastaj 97-a dihet, do më thënë, kaos në Shqipëri, luftë civile, pikërisht në atë vit, unë ju futa karrierës në momentin më të vështirë. Fëmijëria, sa e bukur, aq edhe me ato vështirësit sociale shqiptare, por gjithmonë nga vendet e vështira gjithmonë lindin fëmijë edhe
më të fortë. Gjë që kjo më ka liti ndoshta edhe për të përballur showbizin pastaj. Se kemi bërë këtë showbizin sikur çaj, po shikon nuk është kaq që kollaj. Më ka bërë realisht mua shumë përshtypje duke qenë se nëna juriste, babai ekspert i turizmit dhe realisht te një orientim krejt tjetër siç është bota e artit. Është e çuditshme se si erdhi tek ty, diçka krejt ndryshe prej asaj me cilën ndoshta je rrit, me çka ke frimu që kur ke qenë shumë e vogël. Po, unë kam qenë një fëmijë që kur e vija një synim, unë o do ndiqja o s'ka ato synim. Normalisht mamaja ime më ka rritur me dashurinë për artin, ajo më ka injektuar, ka qenë këngëtare vetë. Në Instagram madje unë pasi mbarova një recital shumë të rëndësishëm timin në sheshin Skënderbej, unë publikova dhe maman time që ishte në një shesh në Shqipëri duke kënduar me orkestër. Baba i ka pas ndjekur ato klasat e dramaturgjisë në shkollë jashtë. Do të pavarësisht që profesione tjera, dashuria për artin pas ka qenë pjesë e familjes gjithmonë. Shiko, në qoftë se dikush është 100% në fushën e avokatisë, juriste ose turizm, ekonomisë, në qoftë se janë 100% fëmija nuk del dot kurrë artist, se duhet vërtet kesh një gen të fortë. Gjyshja ime ka pas kënduar shumë bukur për shembull nga ana e mamit. Është genetike. Ju e thatë edhe më parë që dëshira juaj shumë e madhe ka qenë të bëheni nën, por si e përjetove ardhin në jetë të anës, lindjen e saj, pastaj ato fillimet, depresioni pas lindjes, Jo, shiqur, nuk kam dhe pasur situatat e depresion. tilla. Do thotë ju keni qenë shumë mirë, keni shijuar maksimalisht, ë? Unë kam shijuar maksimalisht për arsye se... Të ndalemi fillimisht tek momenti kur ana erdhi në jetë. Po pra, ja, ta filloj se unë u shkëputa nga Shqipëria. Doja 100% ta jetoja vetë. U zhvendosa me babajnë e anës në Spanjë dhe kam qenë shumë e qetë, largë syrit publikut, nuk kam postuar fare, as foto, as video, unë nuk kam një foto shtarzane. Gjë që vazhdoni ta mbani ende shumë largë syrit të publikut dhe nuk e kemi kuptuar ende pse. Shiko, unë edhe me babajnë e anës që është artist, e bisedova dhe më tha, shiko, ti je rritur me publikun, ata duan të mbajnë mend soni dhe jam shumë fanatik ndaj kësaj gjëje, të duan për vete, kështu që lërja në atë ëndrën e tyre që ti je tyrja. Kështu që në atë moment unë pastaj jetën private vërtet e mbajta shumë private. Dhe të kthehemi tek Ana, fillimisht u zhvendoset në Spanjë. Në Spanjë aty edhe linda, ka qenë shumë bukur, normal, konfuzitet pak në fillim, por ato ditët... Ishit vetëm në kujdesin ndaj Anës? Vetëm me babajnë e Anës, po shumë mirë, se kjo do më thënë edhe të kalit pak, nuk është se kisha këshu babysittera, mami normal shumë largë, sepse unë isha në Sevilla, afër me Marokun. Por, jo, ka qenë çdo gjë shumë mirë, në muajin e 4 të kur linda vajzën, unë erdha në Tiranë pastaj, sepse u bëra pjesë e jurisë së X Factor dhe kam qenë në 2 sezone. Shumë pak e din që unë isha 4, do më thënë se kisha lindur 4 muajshe atje, por përpara se të vija kam bërë një trajnim të jashtëzakonshëm. Jo se kisha marrë shumë, sepse e dija që në shtatzani që do vija për X Factorin, kështu që çdo gjë ishte me mas, por... Duke i parë linjat e tua, askush nuk do ta besonte, që ke qenë vetëm 4 muajsh pas lindjes. Kjo falë babait Anës që më mori dhe një personal trainer, ajo ishte kampione, dhe aty mora vërtet informacionin e sakt dhe atë dashurin akoma dhe më të madhe për fitnessin, që çdo gjë vjen nga ushqyerja. Jo, do më thënë, është, më thoshe, 70% ushqim, pastaj është trajnim. Kështu që në form, X Factor, me vajzën. Dhe çfarë ishte e rëndësishme për juve si nën ta përcjellet tek vajza në edukimin e saj dhe në formimin e saj? Kur është shumë e vogël, normalisht që mundohesh aty i gjendesha sa më shumë afër, sa po mbaroja provat e X Factor, rria me të, pastaj në një moshë pak më të madhe që arrinte të kuptonte, unë mundoja t'i shpjegoja ndarjen ndërmjet Sonit si mami dhe Sonin në skenë, do më thënë që nuk ka lidhje, qoftë nga atitudi, nga veshjet,
nga gjëra që neve ndonjëherë i bëjmë pak më provokative, domethënë këtë ja kam bërë të ditur që në fillim. Po ashtu i kam bërë të ditur që s'do të thotë kjo që unë po dalë aty provokative, do dalësh ti provokative, s'ka shanse. Edhe nëse bëhen pjesë e skenës? Aty ndryshojnë gjërat pastaj. Më vonë. Pasi të rriten. Çdo gjë i kam thënë 20 vjeç e sipër, domethënë ja kam rrit pak që edhe por anë 18 të bëjmë një diell. Kështu dhe pastaj gjë më e rëndësishme i kam thënë se normal janë pak më të ekspozuar ndaj edhe disa fenomeneve, pavarësisht se Ana s'ka rrjete sociale fare, nuk ka telefon që të shikoj. Edhe pse është 12 vjeçë, ëh? Edhe pse është 12 vjeçë, por me shokët dhe shoqjet e klasës për shembull mund të dëgjojnë ndonjë gjë. Pastaj i kam bërë ditur që mami është nga Tropoja, që është fanatik e kërcet druni edhe ndonjëherë. Nuk është se i toleroj shumë. Te ka shumë qartë. Nuk mund ta imagjinojmë këtë sonin kaq të rrept. Unë jam shumë e rrept. Duke e parë ëmbëlsinë që të karakterizon realisht. Unë vdes mbas asaj, edhe e llastoj kështu, akoma më duket bebe e vogël, por kur më kërcen. Din mirë. Përveç Anës, çfarë mund të themi që të përmbush tjetër në jetë aktualisht soni? Po, familja. Familja, ne po ashtu jemi shumë besimtarë në Zot, edhe çdo gjë e bukur me vlerë dhe me virtyte mua më mbush. Soni, shumë vite në skenë, shumë përjetime e gjatë karrierës, shumë gjëra besoj duhet të kenë ndodhur të cilat i ke kaluar, por ka diçka që të ka zhgënjur gjatë krejt këtyre viteve? Kanë qenë, unë kam një lloj intuite të jashtëzakonshme, duke qenë edhe shenjë uji vetë akrep, intuitën e kam shumë zhvilluar, kështu që tashmë nuk kam shumë pritshmëri nga njerëzit, gjithmonë kam ato rezervat e mia. Nuk mund të them që më ka ndodhur gjëra kaq shumë të papritura në jetë, sepse sido që të jetë ndjesitë kanë qenë aty pavarësisht se unë edhe mund të kem anashkaluar për momentin, por jam përballur me to dhe kam vazhduar. Zoti gjithmonë largon sa njerëz se siç thot kam dëgjuar dhe kam parë gjëra që ti si ke dëgjuar dhe si ke parë. Dhe kjo është edhe filozofia ime dhe nuk është se mërzitem pastaj pse këto njerëz janë larguar nga jeta ime. Por deri kur u larguam, përjetove zhgënjim prej këtyre njerëzve? Keqardhje. Keqardhje për kohën që mund të jetë kaluar, për miqësinë që unë e kam falur pa kushe, që gjithmonë është shumë e vështirë të gjesh njerëz që të falin dashuri, miqësi, pa kushte. Por deri tek rikuperimi, ose më saktë si soni rikuperohet nga një thyrje shpirtërore që mund ta përjetoj? Kam një karakter shumë të fortë, nuk kam kaq shumë rikuperime. Thash, jetën që kam përballuar vetë edhe punën time, karrierën time, më kanë kalitur si karakter. Janë zhgënjime momentale, por të thash, gjithmonë çdo gjë ndodh për një arsye. Cila mund të themi që ka qenë ndoshta kthesa më e rëndësishme në jetën tënde, krahas gjithë asaj që ke kaluar në karrierën tënde, ose më saktë një diçka që ty beson të ka vënë pa si artiste, apo çka do të qoftë ajo? Një kthes e rëndësishme në jetë. Cila ka qenë ajo? Kthes nuk kam pasur sepse duke qenë se unë kam punuar gjithmonë edhe me menaxher dhe gjithmonë gjërat e mirë menduara, pavarësisht se për shembull nuk mund të ketë shkuar ashtu siç e kemi pritur neve, por më beso që koncertet live janë sfida shumë të mëdha dhe jo vetëm për ne. Unë kam parë dokumentare që Michael Jackson, Beyoncé, Whitney Houston, nga 6 muaj bëjnë prova. Mua më ka ndodhur se normal neve prisnim buxhetet nga qeveria dhe nuk e dinim se kur do të çlirohej ai buxheti për të ndërtuar koncertin, por për shembull koncerti në Sheshin Skënderbej është ndërtuar në 10 ditë, unë kam pasur vetëm 10 ditë për të bërë prova, por fatmirësisht unë si artiste trajnohem vokalisht dhe fizikisht çdo ditë. Sepse unë nëse nuk do të kisha atë përgatitje fizike dhe vokale, unë nuk do realizoja dot një gjë në 10 ditë, duke ditur edhe nivelin e vështirësisë së performancës
të kërcimit. Nuk është se dalë aty dhe ka 1, 2, 3. Aty koreografia i bie dhe të luft, sepse vetë këngët e mia janë shumë ritmike, këngët ritmike janë të bazuara në drums, si themi, në perkusione. Kështu që unë duhet të ndjek çdo gjë dhe unë qoftë se jam shumë e përgatitur nga ana diafragmës për ditë, në 10 ditë, s'ka shanse, është mrekulli. Kështu që ajo ka qenë sfida në karrierën time. Koncertin Sheshin Skënderbej ka qenë dhe recitali në amfiteatrin e Tiranës, sepse përballesh me kushte atmosferike në amfiteatrin e Tiranës. Unë jam përballur me lagështirën që unë nuk e dija që unë jam alergjike dhe unë nuk bëj më tek liçeni. Në Sheshin Skënderbej mira njerëz dhe nxehtësia, adrenalina, ajri shumë i madh, ka shumë gjëra, të këndosh live të kërcesh, nuk është se bëre këndove i çik tralala aty dhe po del. Janë kushte atmosferike që të ndikojnë. Duhet, domethënë kur del aty ti merr komplet energjinë e njerëzve, adrenalina, dhe ti duhesh edhe të japësh energjinë, po duhet ta mbash nën kontroll të gjithë këtë gjë. Po cila është kënga më e rëndësishme në karrierën tënde, që qoftë për një arsye apo tjetrën, një këngë e cila beson që e kapi masën e gjerë në një kohë kur ndoshta edhe ishe duke u ngritur shumë e vogël në karrierë? Dy janë, mund të themi 2 këngë që kanë shënjuar për publikun kulminacione, sepse preferencat e mia të këngëve të mia janë komplet të tjera. Absolutisht me grupin Spirit Voice, kur kam qenë 15 vjeç, që u thyen deri ku edhe tabu se ishim grupi parë femëror, pop band, kënga Foristrada, që fliste për një fenomen të vajzave që kishim filluar të bëheshim materialiste, që në qoftë se një makinë Foristrada kalonte, ato ndoshta do zgjidhnin këtë më shumë se sa dikë tjetër që se kishte këtë Foristrad, dhe neve si vajza adoleshente kishim këtë misionin artistik që të jepnim mesazhin nëpërmjet këngëve tona. Dhe pastaj një moment tjetër shumë i rëndësishëm në karrierën time ka qenë me baladën Të dua ty, që u bë shumë e dashur për gjithë publikun, dhe arsyeja se si ajo këngë është bërë e famshme është shumë ndryshe nga të tjerat, sepse ajo ka qenë pjesë albumit. Nuk është se kam menduar që asnjëherë që ajo do bëhej e famshme, thjesht unë vi në Prishtinë për një nga koncertet e mia të radhës, edhe ulem në restorant dhe dëgjoja baladën Të dua ty non-stop. Shkoj në Tiranë, kaloja në për vende të ndryshme, le të themi për të blerë diçka ose në taksi, dëgjoja baladën Të dua ty. Dhe pyes 2 miq mi orë, i them, kam dëgjuar këtë baladën time shpesh, po pse nuk e di tim? Ajo është hit. Ndërkohë më kisha kaluar shumë kohë edhe këtej në Prishtinë, por edhe në Prishtinë e kam dëgjuar shumë. Po çfarë thuat e japi radio jashtë mase? Dhe ajo, sa atëherë s'ka pas YouTube, e transmetonin radio, pra transmetimin në radio është definohet me termin virale sot, siç kemi TikTokun. I thashun vërtet, po, atëherë unë duhet të bëj një klip. Shkoj, atëherë ka qenë, nuk kemi pasur këtë industri të video muzikore. Maqedonia ka qenë ajo që na ka dhënë mundësinë për t'i shpalosur këngët nga audio në video. Me një bashkëpunëtor timin që kisha të gjithë hitet Alexander, i them, shiko se kjo balada është të bërë shumë e dëgjueshme dhe më duhet ta bëj për klip. Të çfarë ideje ke? I them, kam dëshirë diçka, shiko, babi me ka shumë qef këtë. Ata bëjmë, domethënë, një çift në vitet 50. I thash vetëm që kam një merak. Dua patjetër të jetë diku ai flamuri shqiptar, por mos bëhet patetike. Kur ta bëjmë një ushtar dhe fillojmë duke bërë brainstorming, domethënë duke dhënë ide. Dhe thot po shumë mirë, një ushtar që largohet, një histori dashurie që nuk finalizohet. Dhe vajza, domethënë që shumë romantike dhe i beson dashurinë e përjetshme. Dhe Aleksandër më thot moj, kam hyrë për të parë gjithë veshjet ushtarake shqiptarëve. Po s'keni! Edhe munduam pasaj diçka nga koha e zogut. Them të drejtën ta përshtasnim, dhe te kapelja vendosëm
flamurin. Soni, krejt në fund, unë e kam një pyetje cilën e bëj shpesh dhe do doja ta bëja edhe ty sigurisht. Pas vdekjes. Mbëlsira për në fund. Pas vdekjes. Si do doje të kujtonin? Shumë largë e mendoj një herë atë, megjithatë. Sa më i largët qoftë urojmë shumë. Sigurisht që do doja të lija një emër shumë të mirë në industrinë muzikore dhe absolutisht në mbajsha mund si mbretëresha e baladave. Dhe e tillë, besoj do të kujtohesh gjithmonë. Kënaqësi e madhe që jemi takuar sot, Soni. Faleminderit shumë që ke qenë në studio bashkë me neve. Faleminderit për ftesën, faleminderit të gjithëve. Faleminderit shumë edhe një herë.